Ka shërbyer për disa vite si qendër komunitare për familjet në varësi të Bashkisë Shkodër, por prej disa vitesh i është vënë ndryni dhe ka mbetur në këtë gjendje e rrethuar nga shkurret, ndërsa pranë saj janë vendosur dhe kontinjere të mbeturinave. E pozicionuar në anë të rrugës kryesore të ish stacionit të zootehnikës në Kiras, zona e kthyer në lagje banimi që prej vitit 1991, sot ajo paraqet një pamje aspekt të denj pas ndërtimit të godinës së ish shkollave veterinare si qendër komunitare 3 vite më parë. Të gjithë shërbimet ofroheshin dikur këtu ku transferuan në objektin e ri, ndërkohë kjo godinë u la në mëshirë të fatit drejt degradimit, siç shprehen dhe banorët, të cilët theksojnë se është e pafalshme që të mërrijë në këtë gjendje. Po si s'na vje kesh edhe na do të më marr fëmin pëqyr atje poshtë tek ku jetin listë liçene me pron te zootehnika kanal. E qytet do të më shkoj në Monel. S'kam kam shku, çmë më këto kushte që më thon. Mu vjen edhe kesh edhe si kanë se kjo janë shumë më mirë. Ose si godinë është mirë e rregull, shumë e rregull. Nuk ka ashtu se vështirë kot. Lënja në harresë e kësaj godine nga Bashkia e Shkodër është e pajustifikueshme në kohën kur nevoja për godina dhe shërbimi nga institucionet janë të mëdha. Gjithashtu nevoja sociale që ka qyteti janë të panumërta dhe keq administratimi i pronave është e pafalshme. Arritja deri në këtë pikë dëshmon paaftësinë menaxheriale të pushtetit vendor që posedon dhe nuk administron pronat e veta.